Një përshkallëzim i ri në tensione mes Washingtonit dhe Moskës ka ndodhur pasi presidenti amerikan Donald Trump vendosi sanksione të ashpra ndaj dy gjigantëve energjetik rus, Rosneft dhe Lukoil, që përbëjnë mbi 5% të prodhimit global të naftës. Vendimi i justifikuar si pjesë e përpjekjeve për të dobësuar burimet financiare të Kremlinit dhe për të detyruar Vladimir Putinin drejt një marrëveshje paqe në Ukrainë, trodhiti tregjet ndërkombëtare duke rritur menjëherë çmimin e naftës me 5%. Si pasojë e sanksioneve, kompanitë shtetërore kineze pezulluan përkohësisht blerjen e naftës ruse, ndërsa rafineritë indiane, që janë ndër blerësit më të mëdhenj të naftës bruto të transportuara me anije nga Rusia, paralajmëruan ulje të ndjeshme të importeve. Analistët vlerësojnë se ndonë ndikimi ekonomik për Rusinë mund të jetë i kufizuar në afat të shkurtër. Ky vendim përbën një sinjal politik të fortë nga administrata amerikane me qëllimin e saj për të ndaluar financimin e luftës së Moskës. Presidenti rus reagoi me ton sfidues duke i quajtur sanksionet një akt jo miqësor dhe duke theksuar se Rusia mbetet një lojtar i pazëvendësueshëm në tregun global të energjisë. Kjo është sigurisht një përpjekje për të shtuar presion mbi Rusinë, tha Putin, por asnjë vend që respekton veten nuk vendos asgjë nën presion. Nga ana tjetër, Trump u përgjigj deklaratës së Putinit me ironi duke thënë se është mirë që ai mendon se sanksionet nuk do të kenë ndikim, duke shtuar se do të flasin përsëri për këtë pas 6 muajsh. Ndërkohë, ndërsa Ukraina u kërkon aleatëve amerikan dhe europian furnizime me raketa me rrezet të gjatë veprimi, Putin paralajmëroi se çdo sulm i thellë në territorin rus do të sillte një reagim shumë serioz, madje dormues, duke lënë të hapur mundësinë për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.